Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në këtë shërbes. Ju ftoj të ngrihemi në këngë për ta filluar me këngën e parë. Është kënga me numrin 41, fitimtar është Krishti ynë. Kënga e radhës është kënga me numrin 74, jashtë pëtimtari im që vdiq për mua. Mirëmëngjes, amen për këngët, dërsa po flisja me Genin, pastorandi është në Lakna sot, dhe sot ata kanë 13 vjetorin e hapjes kishës atje, edhe do të lutemi për ta. Po flisim çfarë këngë është do vëmë për të kënduar, dhe thash, hajde se të gjitha frymërore janë nga Bibla vijnë, të adhurojmë Zotin, por pastaj u kujtova. Vëllët sa këngë për Jezusin, ku përmendet Jezusi, sepse Jezusi është, t'ju themi që gjithë bota ka një lloj
ideje për Perëndin apo jo. Shumica e njerëzve në botë thonë Zoti Perëndia, por mos harroni, Zoti është një dimension tjetër. Është deri diku i pavitshëm për ne, pa kuptueshëm plotësisht. Dhe në Krishtin, kjo është manica tani që ka Bibla, që është e vërteta dhe që është libri i parë, kemi thënë, i fjalës së Zotit dhe i gjithë librave. Çfarë thotë? Perëndia mori trup, gjithë fryma e tij brenda Krishtit, për që një model për në jetë, okay, por fund fare për të dhënë jetën për mëkatet tona. Pra një Perëndi i një dimensioni tjetër, na u bë i njohur nëpërmjet Krishtit. Dhe ne s'kemi si gabojmë, mos dim të jetojmë, sepse kemi një shembull të shembulli. Përsosur, të gjallë, një shembull manitës. Besoj në shkollë keni parë, ndoshta edhe mësime ndryshme që bëjmë në jetë, mund të marrim mësim gjithë ditën, po nuk e provuam në praktik, po nuk pam një model, apo jo. Dhe Krishti ishte modeli, dhe Perëndia një dimensioni totalisht i paarritshëm për ne, erdhi dhe u shfaqi Krishtin. Dhe siç ka thënë dikush në një mësim biblik që kanë bërë, a kupton për këtë këtu vargu për Jezusin. Dhe tha nxënësja, po me tha si jo, gjithë Bibla për Jezusin flet, dhe përgjigjja e saktë është gjithmonë Jezusi, por është për të mirën, sepse Jezusi ishte fjala e Perëndisë dhe ishte ai shembulli i mrekullueshëm për ne. Është gëzim që kemi edhe fëmijët e vegjël, patëm një grup mirë fëmijësh në mëngjes. Falenderoj Zotin për gjithë ndihmësit, mësuesit, ata që janë këtu dhe ndihmojnë. Edhe lutja ime është gjithmonë për ta, okay, përgatiten vetë, por të kenë praninë e Zotit në jetën e tyre, sepse ashtu të jenë një shembull, jo vetëm me trup, jo vetëm me ndjenja emocione, por dhe me frymë, me gjithë shpirt tek ata fëmijë, që t'i njohin edhe të rriten në dashurinë e Zotit. Dhe këta fëmijë të kënduar shpar, ju treshë këtu, që si janë si mafioze e kalamare. Por Krishti çata i lini fëmijët e vegjël vinë tek unë, dhe ata i luajnë sytë, e ke pra si luajnë sytë, shohim kështu çfarë do thotë. Edhe kur ulëm këtu, Sara kapi shkopin e në anës, tashun ja hyri Sara këtu. Ja ku shkopi, ke rresti parë. Por Zoti i to fëmijët, Zoti na ka dhënë fjalën e tij që sigurisht të disiplinojmë, të mundohemi të ndihmojmë, por duan dhe shumë dashuri, duan dhe shumë afrim, dhe këtë bëri Krishti për ne. Që lavdi Perëndisë për Jezusin, mos ishni dorë nga prania e tij në jetën tuaj. Gjithashtu lavdi Zotit për gjithë ata për ju që keni marrë përgjigje për lutjet që keni pasur, do të lutemi veçanërisht për Skënderi, i cili ka qenë në urgjencë, po ka dalë, është çik më mirë, por ishte pa qef, edhe kërkoi lutje, po bën ca analiza, gjithashtu Fatmira, që pret ndoshta një ndërhyrje, lutemi për Fatmirën, në Ana ka bërë ca analiza, e di që gjithë gratë njerë diskutohet që kanë nevoja shëndetësore, por lutemi që Zoti, sidomos gjyshërve, sepse gjyshërit janë më të rrezikuarit, dakor? Lutemi çka kemi thënë, që vrat parë të ndjeni prezencën e Krishtit në jetën tuaj. Ky është ilaçi më i mirë për shpirtin juaj. Së dyti që Zoti të sigurojë dhe ju të merrni veten dhe të shijojmë sa më shumë kohën me ju këtu, apo jo? Që lavdi Perëndisë dhe të mbajmë në lutje. Lutemi tham për Skënderin, gjithashtu lutemi për kishën e Laknas, edhe për adhurimin ton, që vërtet të afrohemi me Zotin e të mësojmë çdo ditë të kemi një marrëdhënie me Krishtin. Mirë, lutemi së bashku. Zot, falenderoj Perëndin për këtë ditë, falenderoj Zot që na ke dhënë privilegjin e madh, Zot, në këtë jetë që na jepet vetëm një herë, Perëndin. Të ndalojmë dhe të pranojmë që ti je Perëndia, Zot. Na ke dhënë mundësinë, Zot, sidomos ditën e diel si kish të mblidhemi, o Perëndin, në këtë mëngjes për të adhuruar ty, o Zot, për të ngritur lart këngët tona të gëzimit, të inkurajimit që na ke dhënë Krishti në Perëndin. Falenderoj Zot për gjithë njerëzit edhe gjithë ata që shërbejnë dhe ndihmojnë këtu, që janë besnik dhe janë sot këtu, o Perëndin. Beko mendjet tona, beko zemrat tona, o Zot, lutem, o Perëndin, largo mendimet tona njerëzore, paktën në këtë moment. Na sill, o Zot, ato mendime frymërore, o Perëndin, ato për cilat ti erdhe, o Krisht. Falenderoj, o Perëndin, që e kemi këtë privilegj të hapim Biblën, librin tënd përjetshëm, o Zot, ne do kalojmë, brezat do kalojnë, ajo që thot Bibla mbetet. Dhe të falenderoj edhe për Krishtin, o Zot, që është shembulli i përsosur. Beko Perëndin këtë shërbes, beko secilin nga ne këtu, o Zot, të rritet në ty. Gjithashtu kishën në Laknas, o Perëndin, falenderoj shumë për
13 vite që atje punohet, luftohet, nuk është e lehtë, askund s'është e lehtë, as në lagjen tonë këtu s'është e lehtë. Shumë e vështirë të bindësh njerëzit. Prandaj lutem o Zot që dati edhe këtu të punosh në rritjen tonë personale, na arrit ne o Zot që të dim të rrisim të tjerë dhe të shohim në fund diçka manice, fryte që jep Ti, jo ne, për lavdinë dhe krenarinë tonë o Zot. Nuk janë thjesht njerëzit tanë, janë njerëzit e Tua Perëndi. Që na ndihmo të jemi besnik për pjesën tonë, të kemi prezencën tënde o Krisht, që na bëret njohur atin, na solli një Perëndi që mbase i pakuptueshëm për ne, edhe për shkak të mëkatit, dhe të madhështisë tënde o Zot, Ti na u bëre i njohur në Krishtin o Zot. Ndihmo mos ta humbim kurrë këtë figurë, ta kemi inkurajimin dhe bekimin më të madh. Me kujt gjithashtu Perëndi, njerëzit me nevoja fizike, di që ka shumë, ka fëmijë, ka të rinj që janë pa qef, është tina e tillë. Lutem veçanërisht për gjyshrit, disa që ka nevoja më të shpejta Perëndi, si Skënderi që ka qenë urgjencë që ditën, edhe falenderoj që doli për momentin, jepi inkurajim o Zot, falenderoj që kërkonte lutje, kërkonte një fjalë të mirë, bekohet shpirtin e Tij o Perëndi, edhe shëndetin. Gjithashtu o Zot Fatmirën që pret një ndërhyrje, ndihmo edhe atë o Zot në pjesën e saj shpirtërore, të ketë një marrëdhënie me Ty o Zot, ketë praninë tënde një herë o Perëndi. Është ajo që Ti jep kuraje, Ti jep shpresë edhe në ditë vështira. Dhe T'ja dalë o Zot, shëndoshe mirë nga situatë që ka. Gjithashtu nëna Ana ka për analiza, gjithë nënat e tjera që kemi këtu o Zot, gjyshër o Perëndi, ngushëllojnë zemër o Zot, inkurajojnë zemër. Bekoj gjithashtu të Azizin, edhe ai nuk ka ardhur vetëm për kurën që do vinte dhe dielën, dhe shaqja kërkoi lutje që është pa qef. Falenderoj për besimin që ka, jepi ringritje o Zot dhe kthehet të adhurojë me ne. Gjithashtu në fund o Perëndi lutem edhe për familjen e Erit, cili humbi babain kohët e fundit o Zot, i humbi e rënd, njeri që nuk vjen më o Zot, inkurajoje zemrën e Tij o Zot, mendjen e Tij, të Gretës, të fëmijëve, gjithë familjes o Zot, një fisi tërë që si shumë nga fiset tona o Perëndi besojnë në një fe të gabuar o Perëndi, prek zemrat e tyre, na ndihmo ne me shembullin tonë o Perëndi. Çojmë një model sado të vogël të Krishtit aty o Perëndi. Në këtë rast. Bekoj o Zot takimin, Ty të qoftë nderi o Krisht dhe lavdia, në emrin Tënd shpoj lutemi. Amen. Kënga tjetër është kënga me numrin 129, tek Kalvari.
Përvlaçimi që të lutet për ofertat. Njërë Zot, falenderoj për të ditë, falenderoj më Zot për mundësinë që na ka dhënë për ta sot kish. Më Zot të kosh ofertën dhe njëri i cili do të japë ato. Ne për të lutem. Amen. Kënga tjetër është kënga me numrin 23, o burim bekimi e. Fëmijët mund të shkojnë sipër. Ndërkohë, nëse i keni Biblat afër, ju ftoj që ta hapim tek Luka, kapitulli 10, vargjet 38 deri në 42. Luka kapitulli 10, vargjet 38 deri në 42. Por ndodhi që, ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua me emër Marta e priti në shtëpinë e vet. Dhe ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila ul te këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Por Marta ishte tepër e zënë nga shërbimet e shumta dhe mbasi ju afrua tha: Zot, a nuk do të dish që ime motër më la vetëm të shërbej? I thuaj pra të më ndihmoj. Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: Mart, Mart, ti po shqetësohesh dhe mundohesh për shumë gjëra, por një gjë është e nevojshme. Dhe Maria zgjodhi pjesën e mirë, që asaj nuk do t'i hiqet.
Mirë, le të lutem edhe një herë. O Zot, falenderoj për këto vargje. Falenderoj Zot që janë vargje që vazhdojnë na arrisin dhe sot, punojnë dhe sot mendjet dhe zemrat tona, o Zot. Të na ndihmo Zot kuptojmë disa vërteta frymërore që do kenë vlerë për të kënaqur shpirtin tonë për ti dhe për të qenë më bekim për punën tënde, o Zot. Në emrin tënd çmuar lutemi. Amen. Mirë. Vargjet janë të rastishme që janë dy gra aty në situatë, sepse i shkojnë dhe temës se do flisja në fakt. Kemi përmendur shumë burra, për shembull Pietrin e kemi mbytur, apo jo? Gaboi, mohoi Krishtin, dishepull që ziheshin kush do jetë i pari në mbretërinë e Perëndisë, që ishin burra. Kemi rastet nga më ndryshme, por ky është një rast manitës në fakt, që mund të mësojmë kaq shumë për zemrën tonë, për jetën tonë. Që fëmijët nuk janë, ata kënduan shumë mirë, me disa gjua të mbrapa. Piano e madhe ka një defekt vogël, punon, por duhet rregulluar, kemi një më të vogël atje. Edhe ai shkopja e goditja ishte çfarë për të kujtuar shkopin, që duhet kemi vëmendjen, sepse vetë vargjet që lexuam, ja ku shkopin. Kush e ka shkopin? Mos na bjerë ndonjëris. Ja lektu se po i ta mbaj këtu shkopin. Po është thjesht ritmi, koha, dhe lutem dhe shpresoj që t'i bëjmë të vargje pjesë të jetës tonë përditshme me Krishtin edhe të zemrës tonë, dhe sidomos edhe këtu që po ndajmë fjalën e Perëndisë. Unë po i lexoj edhe një herë, sepse kur lexohet një pasazh një herë, ka të kuptuarit e vet dy herë bën më sens. I kemi Luka kapitulli 10, vargje 38 deri në 42. Thotë njërë, por ndodhi që ndërsa ata po udhtonin, pra Krishti, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua me emër Marta e priti në shtëpinë e vet. Dhe ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila u ul te këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Por Marta ishte tepër e zënë nga shërbimet e shumta, dhe pasi u afrua tha: Zot, a nuk do të dishi me motër më la vetëm të shërbej? I thuaj pra të më ndihmoj. Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: Mart, Mart, ti po shqetësohesh dhe mundohesh për shumë gjëra, por një gjë është e nevojshme, rrofshet. Dhe Maria zgjodhi pjesën e mirë që asaj nuk do t'i hiqet. Tani vetëm kaq lexosh, Maria është këtu për shembull, rasti mirë, ka dhe me qëra fjallat e emri, ka dhe një plot në dorë që po mban shënime. Isha t'i shkruaj një ditë ai kur ajoja, po shef që harrojnë, po ta them shumë publikisht. Është bekim kur shkruajmë diçka, mos e merrni që kush lëvizi Stirolavski. Ja dhe Sofia. Por është mirë kur shkruajmë ndonjëherë, është mirë sepse përqendrohemi. Është mirë kur shkruajmë sepse na mban të fokusuar te ajo që po dëgjojmë. Është mirë kur shkruajmë sepse riprodhojmë, apo jo? Është mirë kur shkruajmë se mbajmë mend më shumë. Kur shohim ndeshje futbolli mbrëmjesht e Serbia me Shqipërinë, fillim këta të rinjt, ja e kam kështu, deri ke pjesa e parë, unë blodhem ca të rinj këtu, nga që nuk përqendrohen nga ndeshja, ashtu apo jo? Çfarë filluan ta? Tam duke qofte, pim Coca-Cola, muhabet, samblida, ndeshja aty humb raste gjuhej. Pastaj kur fillojnë ndjekin 2-3 raste, fillon bëhet ndeshje interesante, pjesa e dytë e përfundojnë tu para. Gjithë ullur. Pjesa parë një kështu që ke bëku ke qenë, a vje ty zvija i si është ai po këta që janë, ata ngopet, din prapë. Pra, hutohemi. Dhe një gjë që s'na pëlqen shumë, nuk kam vënë re, se dua t'jap shembuj, tani do ngelim gjithë ditën me shembuj, po me këto telenovela që nuk është as janë tipit, po nuk i kam ndjekur, them drejtën, se plus them këtë, s'kam kohë të merrem me punët e mia, por gjithsesi e di që ka njerëz që i ndjekin. Dhe një ditë paja buk 12 natës, as doja të dia çfarë filmi ishte, e lyta erdha vonë nga kisha nuk i di çfarë kishim atë ditë, dhe paja darkën. Ke parasysh vjen vonë, merr një gjë në frigorifer, ulesh aty deri televizorit, po hap një kanal, ishte në tren, ka qenë një film i famshëm Ezel, as një seri si nga parë, gjithë lotot Ezelin, gjithë lokalet e mbani vetë Ezelin. E them unë që s'kam parë një seri. Në atë ditë ishte më duket seria e fundit, ishte një kanal tjetër për tjetër, duket se kujtja thash nesër, a vdish në trena se mbaj më mirë. Po çfarë duhet të them?
Jonazë, më shëruan brapa. Qa duhet të tani, as e kisha ndjekur, as nuk isha interes, vetëm se haja buk, dhe po e ligja, po hyri ky që ka zeli, hyri ky, qa po ndodhë në tren, e ke parasysh që të ka filmi një moment. Dhe fillon duhet interesant. Prandaj them, edhe kur nuk pëlqen një gjë, edhe kur s'ke nevojë mbase për këtë ushqim, ky nuk është ushqimi im, ky është ushqimi i fjalës Perëndis. Edhe nëse thua ku e kam mendjen unë tani, po patë vëmendjen ta dëgjosh, apo jo. Fillon edhe çfarë? Bën pak për vete, apo jo. Via logjike po themi, mbase s'pëlqen shumë mesazhe. Po kam dëgjuar mesazhe më të bukura. Por të bën pak për vete, kur për që ndrohesh. Pra, si do të bënte mua për vete filmi e Zelit për shkak. Ja, vetëm se ndoqja hyri ky çfarë ndodhi tani ishte seria nga fundit më duket. Dhe kemi nevojë të përqendrohemi. Krishti, nëse e lexuam këtu, Krishti këtë po i thot këtyre dy grave. Dishepujt i kishte gjithkohon me vete. Këtyre dy grave çfarë i thot? E para ndodhi që Marta e ftoi, ishte edhe Maria aty, dhe Marta s'bërti që të gabuar. Sidomos në kulturën tonë shqiptare, apo jo, unë edhe sot i kësaj dite kur ulemi dhe familjen tonë, i them, për shembull, gratë janë gjithmonë duke bërë diçka, apo jo. Vën pjatën, marrin sallatën, bushin ujë, prica rroba këtë. Po edhe ulemi herë them edhe më ditës. Edhe ulemi një çik tani këtu. Ti vjen gjitha një herë. Ulemi bisedojmë pak, të ham pak bukë. Kalojmë dhe një kohë bashkësie. Të bisedojmë me njëri tjetrin, të përqendrohemi, sepse gratë kanë gjithmonë mendjen, si sa interesante, po pse burrat nuk shpërqendrohen gjithmonë? Sa i thoshte Krishti për çfarë kishte ardhur dhe ata nuk e kapin. Po ky rast është rast që i shkon shumë për shtat punës së një gruaje në familje. Dhe Krishti, vargu kyç është Luka kapitulli 10, vargu 41 dhe 42, ti lexojmë edhe një herë thotë, por Jezusi duke u përgjigjur i tha, Mart, Mart, ti po shqetësohesh dhe mundohesh për shumë gjëra. Por një gjë është e nevojshme. Dhe Maria zgjodhi pjesën e mirë që asaj nuk do t'i hiqet. Dhe unë dua të flas sot çfarë është nevoja më e madhe. Ndonjëherë kur i them të rinjve ose tek këtu në kish, që ora mirë më këndojmë dakord, japim mësimin, duke çu çapo thot pastori. Për gjitha duhet kënga, duhet instrumenti, duhet mësuesi, duhet pastori, duhet kur vjen fillim kish, thoshte ai pastor Davidi, dy çuna rini duke dera, përshëndesni njerëzit. Duhet dhe ajo, duhet dhe të inkurajosh njëri tjetrin. Por gjëja më e nevojshme, e di kush është? Është prezenca e Zotit në zemrën dhe në jetën tënde. A e njeh ti Krishtin? A e ndjen prezencën e tij? A kalon kohë me të? Sepse Krishti ishte këtu, a ishte këtu me Martën dhe Marin. Është në kish, në kuptimin e besimtarëve që e kanë atë në zemër, por, çik më qetë, në kuptimin e besimtarëve, por, a e ke ti vëmendje tek ai? A e të një bëhet që shpërqendruese, a e ke vëmendje tek Krishti, a ke një marrëdhënie reale me të? Dhe kjo është ajo që do bëjë gjithë diferencën e një kishe të vërtet, nuk janë programet, fjala kish ekziston pothuajse në çdo vend dihet, dëgjohet, por kuptojnë që kisha është një grup besimtarësh të shpëtuar nga Krishti, të pagzuar dhe që ecën në një marrëdhënie të ngushtë me Zotin, nuk ecën thjesht në aktivitete, takime dhe programe. Këto janë të rëndësishme, por gjëja më e rëndësishme është edhe një herë kush është? Prania e Zotit në jetën tënde dhe time. Kjo bën gjithë diferencën. Dikush ka thënë, nëse nevoja më e madhe e njeriut, mund ta keni dëgjuar, është ekonomike, Zoti do sillte një ekonomist. Nëse do ishin pensionet, çfarë thua pastor, a jeto me pensionin tim? Dakor, në dakord. I them njerëzve se shikon me kollare, kujton se X e kanë apo vishesh mirë për kish, prezantohesh. Gjithë kanë kaluar provat e veta. Gjithë mund të hëngër vetëm një pjatë bukë në ditë. Se nuk qahen gjithmonë njerëzit, nuk do të thotë se s'kan kaluar vështirësi, se kanë për vetë, kanë përgjithësi. Por nuk është nevoja më e madhe rritja e pensionit. Nevoja më e madhe. Kot e hyra për shkak. Ju pyes juve, kush është nevoja më e madhe që ti ke sot? Në zora pak.
Fillojmë me nevojat fizike. Vështirë se dikush mendon nevoja ime më e madhe është të ulem me Krishtin në zemrën time. Se çfarë tham? Kush ishte Krishti? Edhe një herë. Ishte ai që na bëri të njohur Atin, Perëndin. Zoti është Perëndi për te dimensionit dhe logjikës tonë, që do na duket mendja sikur e dim dhe kapim ne për. Zoti erdhi zbriti tek ne, që ne të njohim figurën e Krishtit, ta pranojmë zemër dhe ta kemi atë, çfarë ka Krishti? Unë ju quaj, kush e tjetër vargu? Shërbëtor apo? Bi, po edhe një farë kështu për të rritur me njëri tjetrin? Miq. Unë ju quaj miq. Më thuaj me të rritë të them, kush je? Shumica jon, kudo që dhe fëmijët, dhe të rinj, dhe të rriturit, me këto që rrin shumë, me ata influencohen. Fëmija, po të rinj që ditë me i fëmijë që shanë, sulmon, gënjen, edhe i shkreti mund t'i lënë pasdore, ashtu do bëhet. Edhe me të rriturit, po të rinj që ditë me njerëz që kërkojnë vetëm gjëra, para, fam, krenarim, vjen keq, ashtu do bëhemi. Dhe kisha do kthehet me një organizat që bën ca takime, shkoj ora, do këndojmë ulu, shkoj ora të ulem aty, kur do mbaroj tani se kam gjellën, a do rritem jo, nevoja kryesore, thot Bibla. Jo, a them, nuk jam aq plak, por e kam parë me vite se si s'kam kuptuar, se për çfarë, se kuptoj fare çfarë bëj fjalë kish. Pastaj kujtoja se ishin ca bekime fizike, po kuptoj që nevoja më e madhe është prezenca e Zotit në jetën tënde, që kur ti je vetëm, kur ti je me njerëz, ti e di që ke Krishtin, ti e di që ai është shembulli më i mirë, ja tema. Nuk e di a ka temë më të mrekullueshme. Kjo është gjithë Bibla, jo pamjet. Pamjet pakën, se ka shumë histori aty. Kjo është gjithë Bibla. Fjala zbriti dhe u bë mish dhe banoi ndër ne dhe ne sot ditëm. Tani, a kemi prezencën e Zotit? Nuk është nevoja më e madhe se kapat e pensionet ke më të kputurit, më thojza, se gjyshet janë faktikisht janë lënë. Pensionet që janë mëshirë fatit. Nuk ishte kjo për tutallë. Por nuk është nevoja më e madhe. Nevoja më e madhe nuk është mjedisi. Nevoja më e madhe nuk janë rrugë më të mira. Zoti do sillte kryeministër, që do sillte angel apo jo, dhe do rregullonte çdo gjë. Nevoja më e madhe nuk është vetëm shëndeti. Krishti ishte mjek vetë. Është kështu apo jo? Shëroi, por nuk i shëroi gjithë, se nuk shkoi ke gjithë, e para, dhe e dyta, dhe ata që u shëruan, çfarë ndodhi? Kemi thënë gjithmonë, u smurën prapë një ditë. Por ai tregoi që ishte ai për cilin ne kishim kaq nevojë, që ishte Gjoni 3:16, Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, jo që të bëjë një qeveri të përsosur, toksore po themi, jo që të na shërojë gjithëve, sepse jetojmë ende në këtë mish, por erdhi dha birin e tij të vetëm lindur që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Ne kemi nevojë për një shpëtimtar, jo thjesht që bëri një akt dhe kemi një kryq, por që na shpëtoi me gjakun e tij dhe që jeton brenda nesh, dhe që dje po bënim çik humor, se kush po thoshta ta galamaj, nuk e di, apele ishte. Jo të kam xhan, s'kam xhan, po bënim dhe humor, tash, dhe unë për ta ngacmuar, ishte vjeni duhet, tash. Edhe mos ke xhan njëri fare, po di se të ka Krishti, nuk ndihesh se nuk të do njëri. Njerëzit që ndjehen, sa më shumë ndjehemi që nuk na do njëri, s'kujdeset njëri për ne, s'mvlerëson njëri mua, nuk po ecim si duhet në Krishtin. Kjo është për zemrën tonë. Nevoja më e madhe është të kesh Krishtin brenda vetes. Të kesh Zotin Jezus. Sepse nuk është thjesht Perëndia. Perëndia ka një emër, Perëndia ka një libër të vërtetë që është i pari, Perëndia erdhi në trup për ne, Perëndia na dha model dhe u bë i prekshëm dhe i afrueshëm për ne. Kjo është manica e Krishtit. Ku i gjendi këtë? Kush profet erdhi dhe dha jetën për gjithë botën? Kush profet erdhi dhe tha unë jetoj, banoj brenda teje dhe do jem shembull për ty? Gjithë librat teorik ose ritual, ose fete të tilla janë bëj ca rituale, që mund të thete kisha jo ndonjëherë në rituale, edhe aktivitetet që bëjmë, ne kemi prezencën e Zotit në zemrat tona. Dhe ky është shembulli, edhe pse përmend atë shembull, është shembulli më tipik që të dyja, dhe Maria dhe Marta, miqës që Maria dhe Sara për shkak se do të thotë gjithmonë Sara negative, dhe Maria më mirë. Por Maria, Marta, miqës kemi, në ardha i Marta këtu, unë se përdor më të shembull. Por a kuptojmë vetëm kaq që dhe Maria
dhe Marta ishin ku ishin? Ishin në prezencën e Jezusit. Prandaj e them shpesh, le tjerë më kishe çfarë? Lavdi Zotit që jemi, por nuk është kjo nevoja më e madhe. Nevoja më e madhe është që ti të njohësh në mendje dhe në zemër dhe të kesh një marrëdhënie me Krishtin. Këtë sa merr njeri. Ku e kishte Pali kur ishte në burg? Kishën. Ishte me vete. Lutej, bravo, kush e tha? Danieli tha? Nana, se që ka mirë se kështu është. Do ta japim shkopën për ti. E kishte me veten. Ku kënduan ata? Në burg. Po kishte Zotin aty. Prandaj te prezenca e Zotit do bëjë gjithë diferencën. Njohja e Krishtit do na ndihmojë që kudo këtu ku jemi, kudo që shkojmë, do jemi shumë të ngjashëm me modelin e tij dhe kjo është bekim për zemrat tona. Maria dhe Marta ishin bashkë aty. Krishti ishte aty. Dhe çfarë ndodh? Krishti thot, Mart. Sa fjalë interesante. E vërtetë kur kemi, mërë geni, mërë misë të ashtë geni. Se tu kemi gratë, po mërë në geni. Mart. A shkreta ti, si me thënë. Jo pastor, mos e shto, se nuk thot e shkreta ti. Mart. Ti po shqetësohesh dhe mundohesh për shumë gjëra. Çdo që ti po mendon, po bën, shqetësohesh tani. Nuk është më rëndësishme. Nuk fitove sot. Nuk fitove. Por një gjë është e nevojshme. S'na duhet kisha, s'na duhet kënga, s'na duhet një, por na duhet për atë gjithë, por gjëja më e nevojshme që ti të bekohesh në shpirt një. Çfarë tham? Të dos të do njeri, si ndihesh ti që të do njeri kur ti ke Krishtin? Mund të ndihesh si mendoni. Tani kujdes, nuk po them, ky që po predikon këtu, se di si duket mund tani, si duket. Ky që e thot, ky që nga ka momente jemi bosh, ka momente kemi frikë. Ka momente jemi vetëm, ka momente mendojmë për veten tonë. Por prandaj Krishti tretë thotë, çfarë? Një gjë është e nevojshme dhe Maria zgjodhi pjesën e mirë që asaj nuk do t'i hiqet. Dhe dikush ishte kjo. Dhe kishte një motër, vargu 39, që quhej Maria, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Imagjinoni çfarë shembulli. Sa dakot dhe i pame, kisha vënë ju mund ta ilustroni vetë, celular keni, çfarë nuk shikoni, lexoni kapitullin, futuni një herë shihni ndonjë gjë edhe vizuale. Por është manice. Ajo u ul te këmbët e Jezusit. Maria, kjo Marta e kishte Krishtin aty, po lëvizte. Kishte mendje ke gjella, ke punët. Pse nuk do hanë o pastor? Pse o Krisht nuk do hanë? Po jo, pra jo, ka një kohë që të ndalosh, ka një kohë që të ndjesh prezencën e Krishtit, ka një kohë të ulesh ke fjala e Zotit, që thëmë, jo kohë se mësova ca vargje. Për disa nga ne, mua prandaj më po i farkojmë për besime shumë kështu, si quhet. Mua, një jetën time, mbase juve kur, por pra merri koha kishte, se nuk po rritesh në Zotin, vija, gjoja, këndoja, mbaroja mësim, hikja. Por duke qëndruar lavdi Zotit besnik me ardhen kish, gjithë to që na duken si të parëndësishme, që janë shumë të rëndësishme. Ama duke punuar me zemër, fillon kupton, nevoja më e madhe është t'i ngjash Krishtit. Nevoja më e madhe është që t'i ngjash Krishtit, ta kesh atë mikun më të mirë. Ne të gjithë ndikohemi nga miqt më të mirë ose njerëzit më të afërt që rrim. Prandaj them, edhe ju që punoni në botë, unë mbase nuk lutem mjaftueshëm, lutem për ju dhe e di dhe prandaj mendoj të t'jap hir, kuptimin zemrës time. Se nuk është e lehtë. 30 ditë me njerëz që duan të duken vetë, 30 ditë me njerëz që ta ka punkte, 30 ditë me njerëz që duan vetëm para dhe kushte. Dhe influencohemi shumë, imagjino tani, mos ta kesh mikun më të mirë Krishtin, mos ndash zemrën me atë, mos i thuash me të drejtë, Jezus, unë se bëj dot të që bën ti. Prandaj më motivo, prandaj më inkurajo, prandaj më jep nga fryma jote. Do fitosh. Dje pa një shembull me trinjt Manitës. Davidi u bën bret dhe të dini çfarë hoqi kush e ka lexuar Biblën. Tash dhe ne kemi Davidi, këto historitë kemi kështu të lehta ndonjëherë. Diç hoqë apo? Sot mua u godit desh të vriste ngeli në për shpella, një herë shkuam ke shpella e Tumbas, i ndam një mesazh se i binte fiks. Ja i tham, trish këtu brenda me javë, me muaj nga Afrika. Deshën ta vrisin dhe dy nga fëmijët e vet, duket. Mbreti Saul, që kënë dimonte gjithë kohën, dhe ishte bekim,
E bëri dhe mbret Zotit, ai duroi, ajo le ta ishi Zoti këtë, nuk do ta ish unë. E kishte në dorë dhe ta vriste. Davidi dhe ka luftuar, ka vrarë të njerëz, mund ta vriste Saulin dhe me drejt, sepse Zoti e vajosi mbret. Por kishte një zemër si të perë, deri në fund, dhe di çfarë luftonte ai? Si t'ja dali ku, si t'jem bekim për të. Edhe për Saulin. Dhe kur u bën mbret që më në fund, mas e ke parasysh kur rrifesh lufton me njerëz e kap postin, tani tregoj, tani di unë çfarë. Ai prap tregoi mëshirë për një nga niprit e Saulit, që fakt ishte djali i Saulit, që ky kishte shumë mik dhe ai pa zemër Davidin në fakt, dhe Davidi atij. Dhe u kujdes për një të çaj, sakat, dhe e mori nga një vend i varfër, sa i iku nga Afrika, se do e vrisin, dhe e vurin tryezën e mbretit. Ky është njeri që fillon rritet në shembullin e Perëndis, në shembullin e Krishtit. Njeri që nuk pyet a më duan apo s'mduan. Është lider në kuptimin Zoti më do dhe unë do rritem, do mundon të rritem, ti dua njerëzit. Sigurisht do na sulmojnë dikush, po mos harroni, dhe ne sulmojmë dikë. Gjej praninë e Krishtit në zemrën tënde. Ai vetëm, as të do njeri kemi thënë. A duket vetë e shëmtuar si aq i bukur ai gjatë a ku diun? Ti ke Zotin, ti ke Krishtin. Dhe prandaj i thot Krishti Maris, ti ke marrë gjën më të rëndësishme. Je ulur te këmbët e mia. Po dëgjon fjalën time. Dhe fjala e Perëndisë është Bibla që ne po e dëgjojmë, por jo thjesht Bibla teorike, Bibla që u materializua thamë në fjalën e gjallë që është vetë Zoti Jezus. Që është manicë se të vim dhe t'i lutemi Zotit sot, o Zot, ndihmo të kem prezencën tënde, dhe kjo nuk vjen kështu brenda ditës. Kjo vjen duke u përullur, duke hequr dorë, duke shumë një varg që është nga më të vështirë për ta bërë, është mohosh dhe vetën, marrësh kryqin. Besojmë Krishtin në gjithë kishat kudo, pastor, ndihmës. Por a marrim kryqin tonë, që do thotë a mohojmë sa qëllime egoiste, që i duam vetëm për veten tonë. Andalem që nga punën që s'ndalojnë gjithë ditën dhe t'ulemi të këmbët e... Për çfarë duhet kjo? Sepse thot pastorit e kisha, jo, sepse të bën mirë për shpirtin tënd dhe timin. Dhe jesh i lundur, nuk do ndihesh bosh, nuk do ndihesh që s'do njeri, nuk do ndihesh që Afrikë kam nesër, do e kesh Afrikën për të kalosh. Sepse Jezusi tha unë e munda botën, unë e munda mëkatin, unë e munda vdekjen. Po si do motivohemi ne? Që gjitha këto një pjesë e mirë nga ne mund t'i dike, koka dhe unë vetë, dhe si do i bëjmë po s'qem në praninë e Krishtit. Dhe prandaj Jezusi nga ka dhënë këtë pasazh që e shkruan i famshmi Luka, apo jo, mjeku thot Bibla, pasazh manitës. Dhe a ka pasazh më praktik? Do punosh, do hash, do gatuash, do bësh planin çfarë do ham nesër, diskutohen këto. Edhe unë kam punë të mia, çfarë do bëj nesër, por mos harro gjën më të rëndësishme. Të ulesh te këmbët e Jezusit. Kalosh kohë me të dëgjosh prej tij. Është ilaçi për shpirtin. Dhe është gjëja që në fund kjo do ketë vlerë. Me qëra fjala u kujtua që po të kishte nevoja jonë e madhe rregullimi i kushteve të jetesës, Krishtin si e pritëm në Jeruzalem. E mbani mend? Si mbret, ata ishin njerëz si ne, që prisnin kushte më të mira. Janë të rëndësishme. Zoti i përmend bekimet fizike në Bibël dhe janë një shenjë shpeshherë, po kjo është e bukur, e gjithmonë. Shpeshherë janë një shenjë bekimesh, po jo gjithmonë. Ai që bëhet bekim të kthehet mallkim brapa, nëse dim. Bekimi frymëror është i vërtetë, ajo që ti ndjen në Krishtin dhe në praninë e tij, që sa merr dot njeri. Dhe Jezusin e pritën si mbret, se thanë premtohet që do vi mbreti nga David, nga mbretëria e Davidit, do bëj këto shenja, edhe ky do na shpëtoj, do na shiroj, thon vargjet, po shikoni sa mendon njeriu fizikisht. Na shiroj nga pushteti i pushtuesve, do na shiroj nga taksat e rënda, do na shiroj nga hallet, do investojnë në mjeksi, do investojnë në rrugë, do Krishti shkoi në Jeruzalem, kaloi, dhe kur kuptuan që ai do kryqëzohej, e braktisën të gjithë. Dhe ne kemi rrezikun e madh si njerëz të mund, me që jemi sot këtu dhe duke parë Biblën, si Marta,
të mendojmë për shumë gjëra dhe të mira, dhe brenda kishës, dhe jashtë kishës, dhe çfarë tham? Kush është rreziku? Tradhë Jezusin, ju thjesht po praninë e tij në jetën tonë. Ai u t'japi kurajo. Dhe tash prapë me lidhje me Davidin, më kujtoa tani këtë pikë, shpesh ne të krishterët shkurajohemi, ne shkojmë si njerëz për ulur, ose duhet shkojmë, është kështu? Shkojmë si njerëz për ulur, fali, aman hajde kish, më thuaj çfarë duash, lutem do të fali. Jo, ne jemi bijtë Perëndis, ne jemi miq të Krishtit. Ne duhet shkojmë si njerëz përgatitur, si njerëz që kemi fuqinë e Zotit mbi vdekjen, por jo si krenar. Dhe jemi aty tani të ndihmojmë fëmijë, jemi aty të ndihmojmë të rinj, jemi aty të ndihmojmë familje që shkatrohen. Tu ti je i fuqishëm Zotit, ti nuk je askushit. Por nuk bëhet kjo vetëm se me forcë dua ta bëj. Kjo bëhet çfarë? Kur ti ke praninë e Jezusit në jetën tënde, ke këtë model. Jeta merr kuptim. Ti do të jesh bekim, ti përmbushesh me këtë. Sepse je ulur ke këmbët e Jezusit. Nikoj që çfarë Marta vazhdonte me Krishtin aty, asgjë të gabuar në kulturën tonë, edhe të Izraelit, edhe të gjithë botës, se dikush do shërbej. Ndalo se të bën mirë për shpirtin. Krishti erdhi vetë u materializua që ne ta kuptojmë, po erdhi shkojnë kryq që të na shpëtoj shpirtin. Dhe ne tani kur rilindim frymërisht. Dhe kërkojmë gjëra frymërore. Dhe ushqemi frymërisht. Do ta mbyllim me Tegjoni 6, se përmendëm pak dhe lidhe dhe me turkurat. Tegjoni kapitulli 6 është ku Krishti shumon bukët, shumimi i bukëve, edhe duhet them sa fizikisht mendojnë njerëzit, për këtë e them. I shumoi bukët, çfarë bëri me bukën? Tham, kush ka qenë mërkurën? Mori bukën, po i bjen pak shkurt. E ndau, mendoj për gjithë tjerët një. E bekoj, pra falenderoj Perëndin, u dha të hanë sa deshën, pastaj lodhën dhe disheku që ishin me të, shpesherë frika edhe atyre që shërben, si ne, është për po Zoti, unë po shërbej, po ndihmoj po Zoti, mendon për mua, dhe i dha dhe atyre nga një, si duket ata e quan shtëpi, mendoj unë. E morën gëzuan dhe familjen. Pasa, i la 12 shpota. Dhe kur ai e bëri mrekullin, çfarë menduan njerëzit? Kush e mban mend vargjet? Çka që mërkurë. E disa thanë, ky çeka vërtet profet dhe mbret. Profet, sepse bëri mrekulli, mbret, ka pushtet, ky është ai mbreti Mesia që presim, dhe mendonin për bukët. Ku e diun këtë? Se dha lidh pak me Marinë dhe Martën? Sepse të nesërmen, turmat vazhdonin, kërkonin Jezusin, kërkonin bekime fizike, kërkonin varkun ku ishte Krishti. Dhe Jezusi i tha, kur i takoi, i tha, "Gjo, ju nuk erdhët vetëm për shenja, ju erdhët të hani bukë." Shtet, fjallë vërtet, por dihet që s'është nga testima. Duhet të i korrigjojmë ose dhe do një thotë pse të kështu. Ta përdor. Por çfarë do të them? Ne shpeshherë kemi këtë mendje si njerëz, fatkesisht. Ne shohim Jezusin si një mbret madh, e di që themi biri Perëndis, po ai biri Perëndis e di ku është? Në shpirtin tonë, kur ne kalojmë kohë me të. Kur ne ndajmë sfidat tona, kur ne themi Jezus, unë dua të jetoj për veten time, po të jem i sinqert, dua të kap sa gjëra që më mungojnë, por shoh që nuk do arri kurrë dhe jeta është bosh nëse nuk mësoj nga shembulli yt. Ndihmo të jem bekim. Ndihmo të çoj praninë e Zotit tek jeta e njerëzve. Edhe një shoqëria vuan për modele, po them, nuk vuan për programe. Programi është i rëndësishëm, takimet janë të rëndësishme, ju jeni kisha, jepni edhe oferta, edhe luteni. Por duhen modele që kanë zemrën e Krishtit, që rriten sipas shembullit të Jezusit. Dhe Jezusi, ke shumimi i bukëve, çfarë i tha pastaj? Çfarë i tha? Unë jam buka, kjo meriton një dhuratë, fund sa përgjithëre. Buka e jetës, kush ha nga kjo bukë, do të ketë jetë përjetshme. Tani unë do t'i bie shkurt, se s'dua të harxojmë shumë kohë të lexojmë vargje, se di disa më ta humbi vëmendjen, por e di çfarë do të ketë Gjoni 6, pasi shumon bukët, pasi i thot unë jam buka e jetës, thot sa fjalë të rënda. E dini?
Edhe mund t'i lexoj. T'i lexojmë. Ja që thot. Vargje 48 deri në 59. Kush ka Bibla te gjoni? Vargje 48 deri në 59. Thuhet: Unë jam buka e jetës. Etri tuaj hëngrën marrën në shkretir dhe vdishën. A që themun, hëngre, i disvashme, bukën fizike. Kjo është buka që zbret prej qiellit, vetë Krishti, që të hajnë ndonjë prej saj dhe të mos vdes. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli, si mana pra, i dha atë ilustrimin, kush ha nga kjo bukë, kush ha nga Krishti, do të jetojë për jetë. Dhe buka që unë do t'jap është mishi im që unë do t'a jap për jetën e botës. Çfarë niveli shkon ai tani? Nuk ka di gjithmonë në Krisht, kush ka mund ta di. Ai sa lexoj unë dhe kuptoj edhe ti. Zbret në nivelin ose hëngre nga unë, që do hajmë nga time. Ha njeriu. Ka pas dhe kesh kuptime në vite, midis njerëzve, por nuk e interpretojnë siç duhet. Por çfarë thotë? Atëherë ju dit haneshin me njëri tjetrin duke thënë, si mundet ky na jap të ham mishin e tij? Pse ja thotë? Se ne kemi çfarë ta ndjer, ne kemi mendjen mishi, buka njerëzore. Gatimi, rregullimet, rrobat, veshjet, arritjet, shkolla, arsimi. Kemi nevojë të ham Krishtin pra. Thotë. Tani këta thonë, atëherë Jezusi u tha atyre, në të vërtetë ju them, se po të mos hani mishin e birit njeriut, edhe tani janë që fjalë të rënda. Po si kuptove si duhet, dhe të pini gjakun e tij, nuk keni jetë në veten tuaj. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë të përjetshme. Dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit, sepse mishi im është me të vërtetë ushqim dhe gjaku im është me të vërtetë pije. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim mbetet në mua dhe unë në të. Këto në çfarë niveli shkon Krishti? Jep një kuptim që duket i rënd, por njeriu nga njerë kështu e do, si që ham bukën thot, që ngop çfarë? Stomakun, barkun, përqen emocionalisht, e shijon, duhet më kesh dhe mua brenda teje. Sepse unë o njerëz thot, më thot dhe mua dhe ju, do jap jetën për ju, këtë po i tregon, do derdh gjakun për ju, do jap trupin për ju. Dhe dini shumë mirë që simbolikën e kemi ku tek darka e Zotit. E dha dhe me shembull simbolik, por nuk i dha sot nga mishi. I dha çfarë dhe njerë? Bukën dhe kupën. Frytin e ardhis dhe bukën pa maja, si simbol edhe të qarku qenjit që do ishte vetë Krishti. Janë vargje të rënda, po janë vargje që shkojnë tek niveli i kujt tham i një njeriut. Nuk ha njeriu vetëm bukë, nuk rron njeriu vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Mëso të hash Krishtin. Besoj e kuptuam, a? Mos na quaj dikush kanibale dhe të gabojmë, besoj 2025 nuk tuk e ne, pak në duhet arrim të nivel. Mëso të hash Krishtin. Mëso të ushqesh pra, ta kthejmë tani, ta përkthejmë pak më ushqesh me Krishtin. Njësa do të ngorda për bukë të ushqesh. Hash nga fryma e Perëndis, të japi nga shembulli i tij. Çfarë është hash Krishtin? Është sakrifikosh nga vetja, është mohosh vetveten. Do humbësh, nuk do humbësh. Sepse kush e jep jetën do ta fitojë atë, tha Jezusi. Kush përul veten, ai do të lartësoj, nuk do të kërkosh ti lartësimin me zor. Do të bëj dëm. Ti je i sigurt. Pra them me bindje, bën dëm, mos e kërko lartësim. Mos e kërko, se di çfarë, mos e kërko vendet e para. Tulet pastorit, shumë mirë, bravo që respektojnë. Bravo që respektojnë. Gjyshin, pastorit. Ti nga ana jote mos e kërko vendin e parë. Krishti e thot në mënyrë mrekullueshme, jep tek ai filmi. Pra nga e kaluara, që ju e ka shkruar, i dinte këto. Je pata që ullë në fillim, e shtyr. Shmanicë si ka përdorur. Kush do përullet? Zoti lartëson dhe bën shembull, model, ndihmë, inkurajim për tjerët. Të rrit Zoti. Kush mendon se unë diçka duke dhënë, nuk lën. Ore, kush jep mëshirë do marrë? Mëshirë. Kush jep gjykim do marrë? Gjykim. Kështu shkon atë. Jep mëshirë, Zoti do kujdeset për ty. Krishti do kujdeset për, po s'vjen dot kjo, po nuk hëngre, në thonjza dhe njerë, ose po nuk ushqeve, çfarë tham me shembullin dhe modelin e Krishtit, dhe ky tani nuk të ngop trupin, nuk bën thjesht më të bukur lëkurën,
por të bën shpirtin, të inkurajon, të mbush shpirtërisht, që dhe kur je i smur, dhe kur je i gjysh, dhe kur je në buzëvarit, ti ke një vlerë, ty Zoti do të përdori. Ti gjen inkurajim. Sepse i ushqyer me Krishtin. Siç thuhet, që ta mbyllim të pjesën me që lexuam. Pra, kush ha mishin tim, vargu 54, dhe pi gjakun tim ka jetë përjetshme, frymërore pra, përjetësisht, dhe unë do ta ringjall atë në ditët e fundit, sepse mishi im është me të vërtetë ushqim dhe gjaku im është me të vërtetë pije. Me qëra fjala dhe mishët dhe gjaku im nga Zoti vjen, ëh? Prandaj është jetë edhe është ushqim. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim mbetet në mua dhe unë në të. Ashtu si ati i gjallë më dërgoi dhe unë jetoj për shkak të atit, ashtu dhe ai që më ha mua do të jetojë dhe ai për shkakun tim. Pra siç isha unë një me atin, thot, apo jo? Një perëndi që shfaq veten në tre mënyra, ati, biri dhe fryma e shenjtë, erdha që dhe ju të më keni mua brenda vetes. Prandaj them, gjëja më e rëndësishme. Unë tani kuptoj me vite, rritem duke kuptuar më shumë, si dhe ju shpresoj. Nuk janë aktivitetet, programet, gjërat që ne bëjmë janë plotësuese dhe ndihmuese, ato të çojnë fakt e rëndësishme. Por disa nga ne kemi vite dhe s'duhet ta humbim. Gjëja më e rëndësishme për shpirtin tonë është prania e Jezusit, e Zotit të një dimensionit pa kuptueshëm për ne si njerëz mëkatar, por që erdhi, pagoi për mëkatet tona dhe na bëri të njohur atë, na hapi gjithë atë botën frymërore. Dhe ne tani dim kush është Perëndia, dim sa i dashur është, dim çfarë miku është. Miku më i mirë nuk duhet të jetë askush tjetër përveç Krishtit, nëse duam të rritemi si duhet. As burri, as gruaja, as fëmia, as vllai, as modeli shokut, le ti çfarë do jetë. Pastorit, ki Krishtin prezencë në jetën tënde. Të ndihesh i lumtur, të ndihesh i motivuar, s'do ndihesh kur vetëm. Dikush nga ne më thotë, unë ndihem kështu tani, edhe unë ndihem më njëherë. Po ka loku me Krishtin pra. Mos u merr në gjellën me punët, me arritjet, meru pak, ulesh ke këmbët e Jezusit, se këtu do ushqesh sa tham shpirtin tënd që sta ushqen njeriu boco. Për çfarë do lloj gjëje na mësojnë atje jashtë, për shpirtin nuk mëson njeriu. Në do njëra humbim dhe këtu brenda. Prandaj Krishti thotë, vjen nivelin ton, ha, në vargje të rënda mos janë. Ama për ne që kuptojmë, nga fryma e Zotit janë vargje të mrekullueshme. Ushqehu me Krishtin, me sakrificën e tij, me përuljen e tij, po që për gjykim jemi gjithë gjykuar, s'kishte pse vinte, ne jemi mëkatar, por ai kështu i motivon njerëzit. Unë kur njoha dhe kuptova çfarë bëri Krishti për mua, pas e meritoj, di çfarë tha me Fibosheti, din ta tani, çfarë tha para Davidit mbretit. Ti vjen te unë dhe më kërkon, unë jam si një qen i ngordhur djele. E di çfarë do thotë qen i ngordhur? Se ishte sakat, ishte lënë një fshat që emri i fshatit do thoshte djerë, nuk ishte livadh, e kishin harruar fare. Kishte ikur që shpëtonte, prandaj u thyen këmbët. Nga Afrika si do e vriste, ne mori ajo çata taja e tij, që rriste se u vra babai, u vra gjyshi, nëna nuk e bëjmë tani nga historia mirë, mbase s'përmendet fare, por askush s'u kujdes për atë. Dhe kur e thirrin mbreti, e di çfarë tha? Unë një qen i ngordhur. Ne mund mos na duket vetë fare qen i ngordhur, por Bibla thotë që veprat tona më të mira, qofshin edhe brenda mureve këtu të godinës, janë si rreckat ndodhura nëse ne nuk kemi praninë e Krishtit dhe nuk e bëjmë për lavdinë e Perëndisë dhe për çm bekim për njerëzit. Kjo është Bibla. Duaje Zotin, duaje afërmit. Po si këto të tjerat mbeten pralla, mbeten fe, mbeten rituale, mbeten arritje njerëzore. Ha Krishtin, ushqeu me Krishtin. Ki prezencën e tij. Ta mbyllim me vargjet? Ashtu si ati i gjallë më dërgoi dhe unë jetoj për shkak të atit, vargu 57, ashtu dhe ai që më ha mua do të jetoj dhe ai për shkakun tim. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, nuk është si mana që ëmrën e trituar dhe vdiqën. Sa bekime fizike që do i marrim, e duam t'i shtojmë atyri u prishtë ditën e dytë, se Zoti tha do besosh ditë pas dite. Trem fat mirë, ngriti kokën. Nëse shenjë mirë ishte nga qielli. Kush ha këtë bukë, do të jetojë për jetë. Këto gjëra tha në sinagogë duke mësuar në Kapernaum. Nuk do lexojmë më poshtë, po di çfarë do titulli aty. Jezusi braktiset nga disa dishepujt të se mbanin do të këtë mësim. Disa nuk e mbanin sepse han mishin e tij.
Disa nuk e mbanin sepse ishin mësuar me ligje, rituale, nuk dinin ç'ishte zemra. Nuk dinin ç'është dashuria. Nuk dinin ç'është sakrifica, nuk dinin ç'është vesh interesin e tjetrit para tënde. Nuk dinin që ajo që e bëj si modeli Krishtit. Modeli Krishtit shkonte njerëzit. Krishti ishte i përsosur, nuk doli aty të thoshte unë jam i përsosur. Krishti e tregoi përsosmërinë me çfarë? Me shërbimin e tij. Përsosmëria jonë Zotin është marrëdhënia personale me Krishtin. Je i përsosur, i me Krishtin. Do dalim pa. Zoti do të bekojë. Kështu që mendoj është një pasazhe të mrekullueshme që edhe në dukje njerëz që mund të bëjnë mirë si Marta, siç më ka ndodhur mua dhe ndonjëherë më ka bërë thash qartë, bëhet kisha një gjë kështu në her pas here, apo prapë kish. Se humbja kontaktin me Krishtin, humbja praninë e Jezusit. Mund t'jesh këtu, por ke nevojë të ndalosh edhe të ulesh te këmbët e Krishtit dhe të dëgjosh fjalën e tij. Dhe kjo shkon vlen e mbylla ku? Vlen edhe në jetën e shumë e rëndësishme në jetën e përditshme. Gjej pak kohë, ndalo. Ulu te këmbët e Krishtit. Kërko praninë e tij. Ushqeu në frymën e shenjtë, në ato t'i parë dhe frymës. Atëherë do dali modeli, pa thënë dikush, pa u munduar dikush, do e kesh rritjen tënde në Zotin. Dhe do jesh bekim. Dhe kjo gjë nuk do të merret kur, i tha Maris. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Që vetëm mësojmë të ushqemi me Jezusin, edhe ta kemi atë brenda nesh, është vetëm për të mirën e shpirtit tonë, s'ka ilaç më të mirë, edhe s'ka bukë më të mirë. Edhe të mësojmë nga ai. Mirë, le të lutemi bashkë. Zot, falenderoj për këtë fjalë mira vjeçare, o Zot. Fakt është fjalë e përjetshme Perëndi. Dhe ne ndonjëherë, o Zot, si besimtar, njerëz që jemi besnik, kemi dhe ne lodhjet tona, Perëndi, kemi dhe ne provat tona. Kemi dhe ne gjërat që shohim dhe duam t'i arrijmë, o Zot. Por të lutem, o Perëndi, punon në frymën tonë, o Perëndi, aty ku vetëm ti mund të punosh. Ne jemi ne ata që hapim ose mbyllim çelësin e asaj dere, o Zot. Puno, o Zot, na mbush mendjen të kënaqemi me bukën e përditshme, o Zot, që aty të jemi të lumtur, o Perëndi. Ti e the, o Krisht. Të jemi të gëzuar që kemi një tryezë ku ham një pjatë, ulemi me familjarët tanë, o Zot. Kemi një kish ku e gjën një varg, 2 vargje, 10 vargje, që është bekim frymëror. Ndihmo të mësojmë të kënaqemi, o Zot, në ty dhe në atë që ke siguruar. Dhe pastaj të lutemi, o Perëndi, çdo ditë që ti na i shtosh bukën që kemi aq me rak, veshët, o Zot, gjërat, po të na shtosh, o Perëndi, dhe besimin. Na shtosh, o Zot, edhe njerëzit me të cilët punojnë, cilët si do i mbajnë posuritën. Ne duam që njerëz shpëtohen, o Zot, duam që kishat shumohet, por kemi nevojë, Perëndi, të rrisim veten. Na jep praninë tënde, o Krisht, na mëso si të ushqemi me ty çdo ditë, edhe për shkak këtyre vargjeve. Të ushqemi me bukën tënde, që ishte trupi yt, o Zot, që eci, u end, shkoi kudo, sakrifikoi, shkoi deri në kryq, të gjitha i bëri për të qenë bekim për njerëzit, o Zot. Na mëso, Perëndi, me gjakun tënd, që qarkulloi, u dhan fund, o Perëndi, u derdh për mëkatet tona. Na mëso nga ky shembull, o Zot, ndihmo Krisht, jemi gjithmonë të inkurajuar, mos ndjehemi asnjëherë vetëm, sepse ti e thua qartë, nuk do t'ju lë vetëm, nuk do t'ju braktis. Ti e thua qartë, unë jam me ju deri në fund botës. Ti e thua qartë, o Zot, që ti je miku ynë më i mirë. Kështu që na rrit këtë shembull, na inkurajo, o Zot, që tani jemi të fituar, vetëm nga kaq sa lexojmë nga Bibla, po të jemi në frymën e dur. Dhe na mëso, o Zot, të kemi kujdes, se i shembull prap njerëzor, që është Marta, mund të jemi gjithë ne. Na duket sikur bëjmë gjëra të mira, por s'është mirë prap. S'është mirë se neglizhojmë gjën më të rëndësishme. Beko ata që janë pa Krishtin fare, kuptojnë që han bukë të gjithë, kuptojnë që Krishti, okay, e duam si një profet madh, okay, dhe Zoti mund të jetë, siguron për ne, por ai kanë marrë, o Zot, ushqimin ose bukën e qiellit, bukën frymërore, kanë pranuar Krishtin si Zot dhe si shpëtimtar të jetës tyre. Që mos kenë më kur uri. Ty qoftë deri dhe lavdia, përsa largohemi prej këtu, në emrin tënd shmuar lutemi. Amen. Mirë, ju nxis që të marrim ndonjë vendim në fund, edhe prandaj çdo lutje në fakt.
Mos ikni asnjëherë nga kisha, unë kam bërë shpesh herë këtë gabim, kam dëgjuar, mund të ketë përqyer mesazhin, mbasi se kam pas dhe mendje ndonjëherë, por mos ikni pa marrë një vendim për zemrën tuaj. Zot më ndihmo si të ushqehem me ty, si të kem prezencën tënde, edhe të jemi shembull. Mirë, ta mbyllim me këngë, edhe Zoti ju bekoft, shumë bekim që ishim sot tu. Për ju që mund të ngriheni në këngë, për ta mbyllur me këngën e fundit, është kënga me numrin 86, Jetoj unë, por jo më vonë. Jeton,